si të krijojmë një llogari me këtë broker, pra me brokerin trading. Është shumë e thjeshtë, si në çdo platformë online që na ofron një shërbim, Facebooku, Instagrami etj. Duhet të regjistrohemi. Këtu në logini është ku ne kemi një llogari personale dhe thjesht vendosim emailin dhe passwordin dhe logohemi, ku nuk kemi thjesht regjistrohemi këtu. Pra këtu, po besoj që shkon në kjo pjesa welcome që është për login, por duhet shkojmë te sign up. Shkojmë te sign up, enter your email, do vendosim emailin, select a country, do vendosim Albania për shembull, first name emrin, last name emrin, vendosim passwordin që t'i përmbajt këtyre kushteve, klikojmë këto dhe më pas e bëjmë create account. Që do kërkoj edhe më pas një email për ta verifikuar këtë llogari. Pra do të vi në email një email verifikimi. Pasi e kemi ne komplet të gjithë si të themi llogarinë e krijuar pas verifikimit, atëherë ne do i përdorim emailin dhe passwordin që vendosëm për të bërë loginin më pas dhe për të aksesuar dashboardin e trading ose për të aksesuar të gjithë shërbimet që ky broker t'i jep. Pra, mos harroni që të gjitha këto detaje ose informacione që ne i japim këtu, sidomos emri dhe rezidenca, të jenë në rregull, sepse më pas këta do na kërkojnë që të verifikohemi. Pra do bëjmë KYC, e cila është know your customer. Pra do verifikojmë dhe identitetin, do verifikojmë dhe adresën. Kështu që në videon e radhës do ju tregoj se si mund ta bëjmë dhe çfarë duhet për ta bërë këtë gjë. Shihemi në video.